Jemi me 8 janarin e vitit 1992, shohim RD-n, Rilindjen Demokratike, gazetën e Partisë Demokratike të Shqipërisë, zëdhënësi i PS-s në rolin e ambasadorit, duke ndjekur kronikën televizive për partitë politike. ZP-ja dhe PS-ja të gjithë në një korë, relacion shkurorzimi një miti, deklarat propagandues i shovinizmit, Vorjo e Pirjot, intervista e Thodori Bezhanit krijon tensionet panevojshme midis Shqipërisë dhe Greqisë. Ecim mëtej, kronik në Durrës, në Kukrës, në Lushnjë, pasqyroheshin zhvillimet. Ecim me viktime diktaturës, tribun i demokracisë, Petro Marko, për atë ka të bëj ky shkrim. Mirë përfunduam Rilindjen Demokratike të vitit të 8 janarit, vitit 1992, do të kemi si që të zhvendosemi në një tjetër gazet, po të vitit 92 dhe po të 8 janarit pa tjetër, në Zërin e Popullit, që në janarit vitit 92, ishte organi Partisë Socialiste të Shqipërisë, transformimin pra të PPSH-s në PS. Kështu që për cilët pushtetmbajtës është fjala opozita në pushtet, pra për cilët pushtetmbajtës është fjala, ky ka qenë zhvillimi kryesor. Jam i bindur se Shqipëria mund dhe duhet të dialogojë me Italinë, intervistë me deputetin socialist italian Paolo Cristoni. Zhvendosemi në të tjera zhvillime dhe 2 zhvillime tjera në pjesën e fundit, nga mbledhja e Këshillit të Ministrave dhe vëzhgim, komercializmi dhe antikultura. Këto janë edhe zhvillimet në Zërin e Popullit, RD-n dhe Zërin e Popullit vitit 1992 që ne pa me vëmendje. Rikthehemi pak dhe do të shohim 8 janarin e vitit 1993, po ashtu pra me Rilindjen Demokratike dhe Zërin e Popullit. Këto janë gazetat që kemi në arkiv dhe i rikthejmë në vëmendje, pra shkurtimisht me shumë interes, më shumë le të themi një kujtes çfarë ndodhte në ato vite. Në Kuvendin Popullor duhen zbuluar dhe ndëshkuar fajtorët e shkatrimeve në Pogradec, Lushnjë dhe Fusharës, një kërkesë e paraqitur në seancën plenare e premte 8 janar 1993 dhe jemi me Rilindjen Demokratike. Sot Nexhmije Hoxha në bankon e të akuzuarve. A do të rrëthehet vallë për të gjitha mëkatet dhe krimet? Ky është një tjetër zhvillim. Në orën 9 në gjykatën e Tiranës hapet sipari i korrupsionit komunist. Gjyqi Shkodrës, faqe e parë e gjyqit të një epoke dhe së fundmi në mbështetje të demokracisë dhe interesave të punonjësve. Këto ishin zhvillimet e Rilindjes Demokratike për 8 janarin e vitit 1993. Edhe me Zërin e Popullit të 93-shit do të jemi në këto momente dhe do të përfundojmë edhe këtë rubrikë. Mirë, do të kemi mundësi pra që të bëjmë edhe një freskim të pajisjes për ta parë pra Zërin e Popullit, organi i Partisë Socialiste të Shqipërisë, çfarë shkruante ditën e premte të 8 janarit vitit 1993. Rreth grevës në Ballsh, vetëm me dialog mund të normalizohet situata. Intervista kryetarit të Këshillit të Rrethit Mallakastrës, zotit Fishiri Hazizi, dhe kryetarit Bashkisë të Ballshit, zotit Ismet Beqiri. Letër e hapur presidentit, a mbrohen kështu veteranët? Një fakt dhe domethënia e tij, dorëheqja, a ka në botë se treq të tjerë? Sa më larg ekstremizmit, aq më pranë demokracisë. 15 familje përballë fatkeqësisë, temperatura të ulta dhe vështirësi dimri në Dibër dhe mozaik nga parlamenti. Këto ishin disa nga zhvillimet e Zërit të Popullit për vitin 93. Pra me Rilindjen Demokratike dhe me Zërin e Popullit të 8 janarit viteve 92-93 që nxorëm nga arkiva jonë, pra pam çfarë ndodhte edhe në këto vite. Vërtet janë botime politike, por nëpërmjet këtyre zhvillimeve kuptoni pra çfarë ndodhte më shumë se 30 vite më parë. Një hapësirë publicitare në këto momente shumë shkurtimisht me reklamat e Këshilla Biznesi dhe rikthehemi për të vjuar me shtypin ditës dhe jo.